interesuar të konstituanin kuvendit deri me tani, këto pauzat që i kemi prej 48 orësh, sepse në rregulloren e kuvendit shkruan që mes largu, do me thonë, pauza me gjatë mund të jetë, ndërprerja me gjatë mund të jetë 48 orë, unë konsideroj që ne nuk do të kishim ndërprerje me të gjata së 10 minutë, dhe deri me tani, lëvizja vetëvendosje, do i kishte provuar edhe 27 deputet të tjerë, në mënyrë që ne të kishim konstituimin e kuvendit. Ju thatë që nuk ka fitues nga këto zgjedhje, megjithatë nuk është se ka pak deputet, ka 48 deputet. Nuk ka fitues, po e them në kontekstin që nuk ka fitues, të cilët do me thanë mund të bëjnë, sepse këta e keni parasysh. Lëvizja vetëvendosje dhe Albin Kurti ende janë duke vepruar me votën e vitit 2021. Ata janë duke u sjellur edhe në institucione me logjikën e votës së vitit 2021. Ju sot të keni dëgjuar për shembull një deklaratë të zotit Kurti ku thotë që me gjas opozita, ai na quan opozita, dhe pse ky term nuk ekziston, sepse sot për sot nuk dihet kush është opozit, na ishim opozitë legjislaturës së kaluame, mirë, por nuk ka një pozitë dhe nuk ka një opozit në këtë legjislaturë. Do me thanë pas zgjedhjeve të 9 shkurtit, dhe unë dëgjova sot të ju këtë thënë gazetarëve se me gjas opozita është marrë që të me mbaj mua në pushtet. Ai në fakt në pushtet është në mënyrë komplet jo kushtetuese, sepse neni 72 kushtetutës e sankcionon që një deputet i cili e ka dhënë betimin të paktën të mbajë edhe funksione ekzekutive. Do dalim të pjesë sepse ju keni dërguar gjykat raste për pretendoni se po bën shkelje në gjatë kohës sa është në detyre, po merr vendime të ndryshme, por po e mbroni idenë në kuvend që partia që ka më shumë ti vota ka përgjegjësinë për ta bërë ja ka dhënë gjykata kushtetuese. Që është e vërtet, në praktika demokratike parlamentare kjo qëndron, por me që po shihet fuqia e VV-s në këtë rast, në rastin e zonjës Haxhiu, a do t'ishte mirë ndoshta që për hir të vendit, për hir të shoqërisë, ta te i kaloni këtë ngërç, dhe pastaj të matët fuqia reale e vetëvendosjes për ta bërë qeverinë. Fillon i rjedha fati kushtetues, atëherë më nuk ka se si ta shtyje i këtë, dhe do të ballafaqohet me realitetin se sa e fuqishme është vota, fuqia e tij në kuvend. Apo keni frikë se vërtet mund t'i gjej dikun edhe 3-4 vota sa i do dhe e bën qeverinë? Cila qëndron? A do të duhej që për hir të vendit edhe për hir të situatës politike, ekonomike, gjeopolitike dhe të tjera që pikërisht këta, partia e parë, të cilët i kanë 48 emra në kuvend të silleshin racionalisht. Besoni ose jo, ne jemi lodhur, duke alshu rrugën Albin Kurtit, dhe ai duke u bë shkelës i vazhdueshëm i kushtetues, i ligjeve dhe përdhosës i institucioneve të Republikës së Kosovës. Nuk mundemi ne në pafundësi të do me thonë të veprojmë në kundërshtim me të gjitha parimet demokratike në mënyrë që ta lëm këtë, sepse do me thonë ne duhet jemi ata të cilët duhet të lëshojmë rrugë. Po, duhet, por kemi debatuar me njerëz të ndryshëm këtë tryezë për gjendjen aktuale dhe ka mendime të tilla që thonë që kur rrezikon të shembët kulmi i shtëpisë, nuk do të thotë që vetëm ai që është më i madhi në moshë, supozojmë, duhet ta mbrojë shtëpinë. Gjithë anëtarët janë të obliguar ta mbrojnë kulmin e shtëpisë. Në kuptimin që duhet për hir të shoqërisë, për hir të vendit të tejkalohen disa gjëra. Apo në këtë rast thoni që e tëra i bie barë partisë që ka më shumë t'i vota? Ne, do me thanë, përkundër faktit që natën e zgjedhjeve, kur kemi marrë rezultatet jo nga Komisioni Qendror Zgjedhor, por kur kemi marrë rezultatet nga përfaqësues tonë, nga komisionerët tonë në terren, kryetari ka dalë dhe ka thënë që me rezultatin të cilin e kemi marrë, rezultatin preliminar, LDK-ja do të qëndrojë në opozit. Përkundër faktit, për hir të vendit, ne kemi lëvizur, kemi bërë një haptutje, kemi dalë me një platformë për një qeveri kalimtare gjithë përfshirëse me një agjendë të caktuar. Dhe kjo unë mendoj se është mjaftueshme nga ana jonë. Është pikërisht lëvizja vetëvendosje e cila është betonuar në emrin e Albulina Haxhiut dhe nuk po e bën asnjë lëshim. Kështu që patjetër që
që ne duhet të mbrojmë institucionën dhe kushtetutin e Republikës së Kosovës. Si parlamentare, pse do t'i interesante? Supozojmë vetëvendosjes ta mbaj këtë gjendje, këtë status quo politike. Ku është qëllimi? Unë e kam vështirë, do me thanë, të vendos logjikën dhe t'jap arsyeshmëri sjelljes bizarre të lëvizjes vetëvendosje. Nuk mund, të thotë këta janë sjellur në mënyrën më të çuditshme me institucionet edhe gjatë 4 viteve në qeverisje, por nuk e di se pse do më thonë pse ju konvenon. E para, ju e dini që këta kanë prishur raportet për shkak të polarizimit gjatë 4 viteve gjysmë sa janë në pushtet. Këta nuk kanë lënë qoftë edhe një hapësirë, një derë të vogël për bashkëpunim pothuajse me asnjë parti politike. Dhe mandej është pikërisht përgjegjësia e lëvizjes vetëvendosje pse këta nuk gjejnë partner, pse këta nuk gjejnë mbështetës në mesin e 120 deputetëve dhe 15 partive parlamentare për qeverisur. Duhet jenë pikërisht këta, të cilët duhet të reflektojnë. Cilat do parti politike, ne kemi thënë disa herë, sikur ishin partia e parë qoftë edhe me 1 deputet më shumë se sa partia e dytë politike, ne deri me tani do i kishim themeluar institucionet. Dhe është e natyrshme që gjitha partitë politike për shkak të sjelljes sonë, do më thënë, e kërkojnë bashkëpunimin me Lidhjen Demokratike të Kosovës. Po tash ne nuk mujmë e bajt përgjithësinë, sepse askush nuk dëshiron me punu me lëvizjen vetëvendosje. E keni parasysh, ata do më thonë paradite shajnë dhe ofendojnë, partitë politike, eksponentët, përfaqësues të partive politike, elektoratin që i ka votu këto parti politike dhe pas ditët dërgojnë letra për bashkëpunim. Tash duhet ju tregojnë qytetarëve. Ideja është vlerësuar që edhe po që se